Nuk ka respekt për gruan tënde. A e respekton ti Artanin? Tha jo. I thash njëjtë, edhe këtë nuk do ta respektoj Gimbo, sepse ky nuk po shpreh zero respekt. O Dani, para se ke thënë këtë fjalin, e ke përshëndet Gimbon? I the Gimbo je djali i mirë të përshëndes apo jo? Atëre, fillim nga fillimi me qeni ju dy. Atëre, po apo jo? Përshëndes Gimbon. Bravo. Përshëndet Gimbon, tani fol keq për mua, mirë? Prej duro të marrë Se kështu ti ishte. Po duro Rogerti ka sharë ty. Le ta formulon Të njëjtën gjë ka bërë Rogerti me ty. Unë jam brezi. Rogerti ka bërë me ty të njëjtën gjë dhe ti vazhdo me fjalë me Rogertin. Ju jeni. Po prandaj un kam zgjedhur Gimbon, se Gimbo është absolutisht karakteri i kundërt i Joti dhe është shumë version më i mirë, shumë version i mirë i mashkullit shqiptar. Po. Kështu që nëse ti e për ty kur ta ofendojnë partnerën tënde edhe bësh palë akoma me Rogertin, mendoj që me të dalur nga këtu, Gimbo nuk do jetë më nuk do ketë më respekt për ty. Po kur të mbarosh do më thysh, Në fakt, kam mbaruar, por nuk dua të dëgjoj më. S'do më dëgjoj më? Jo. Atëre, po flas me Gimbon. Atëre Gimbon dëgjoj këtu. I djali më i mirë që kam pa unë paktën këtë Big Brother këtu. Ke tregu veten që je shumë i fortë, je vërtet i lindur nga një familje shumë e mrekullueshëm, i vujtur në jetë, një djalë me 6 motra dhe e di që ti e ke mbajtur atë shtëpi. Ke ardhur tu për të fituar Big Brotherin duke thonë që unë ka marrë me fitu zemrën këtu dhe tjerat nuk më interesojnë fare, nuk dua steka si gjë. Arrite e bëre këtë punë, zemra jote dhe shpirti jote dhe gruaja jote e ardhshme është Selin Bollati. Dhe pastaj në fund the faleminderit shumë, fjala e fundit aty nuk e di se çfarë tham fund fare sepse po rrite gazetaruci, po rrite ke fytyra sepse donte patjetër që ai të dinte edhe fjalët e fundit të tuaja. Pastaj, pasi mbarova këtë po ta them edhe një herë. Jemi në lojë, ky është Chelsea, i cili kam frikë se ai zotria atje që ka lënë amanet. Jemi në lojë, o ja ke lënë amanet. Nuk justifikon respekti me jemi në lojë. Dhe që është gruaja jote e përjetshme, kam frikë se po bën kalin e Trojës. Pra ti je fut aty midis Mirit dhe Selin dhe don të hapish Chelsea e kasafortës, ku brenda në kasafort është një buton të cilën e ke përmend këto dy. Dhe ti e di shumë mirë këtë gjë sepse ti ke pa nga jashtë gjithë lojën dhe di sipas asaj Pandore që ti pe jashtë, fillove të jepshe sinjale duke i shkruar tu nëpër jastiqe Pandora etj, bëheshe si doktor profesor Pandore, aty dërshtove, tash i ke një Chelsea në kasafortës, do hapësh kasafortën. Trak. Pastaj aty është një sust, një buton që ti pretendon ta hapësh.